Kryeministri Edi Rama i tha po ftesës së presidentit të SBA-s Donald Trump që Shqipëria të jetë antare themeluese e Bordit të Paqes në ndërtimin e kreut të Shtëpisë së Bardhë, por shtoi se angazhimi duhet të kalojë për miratim në kuvend së shpejti. Sot i përcolla presidenti Donald Trump përgjigjen e ftesës së tij për të marrë pjesë në Bordin e Paqes. Së shpejti angazhimi ynë do t'i përcillet kuvendit të Shqipërisë për miratim. Përfshirja e Shqipërisë në Bordin e Paqes së udhëhequr nga Trump do të kërkonte vetëm votat e mazhorancës, por kalimi i ftesës përmes kuvendit mund të shndërrohet në një test politik edhe për opozitën. Kryeministri Rama, në një letër dërguar kreut të Shtëpisë së Bardhë, kundërsa vlerëson nismën dhe shpreh falënderime për ftesën, e bën të qartë qëndrimin e tij dhe të mazhorancës që drejton. Prandaj, është njëkohësisht privilegj dhe nder të shpreh gatishmërinë time të plotë për të kontribuar në këtë përpjekje të rëndësishme dhe për të bërë tërësisht pjesë e një angazhimi të përbashkët që synon ta përkthejë vizionin në veprim. Në letrën drejtuar presidentit Trump, kryeministri vlerëson Bordin e Paqes si një instrument koherent dhe të domosdoshëm për ndërtimin aktiv të paqes globale përtej deklaratave formale. Duke e trajtuar njëkohësisht pasojat e menjëhershme të konflikteve dhe shkaqet më të thella strukturore që e prodhojnë paqëndrueshmërinë, kjo nismë ka potencialin të shndërrohet në një model vërtet transformues të ndërtimit të paqes në nivel global. Bordi i Paqes, sipas kryeministrit, shfaqet si mishërimi i kësaj domosdoshmërie urgjente. Duket qartë se, për të qenë një organizatë e re ndërkombëtare, Bordi i Paqes nuk është konceptuar si një forum tjetër deklaratash, procedurash dhe përgjithsisht të shtyra në kohë, por si një instrumenti i përqendruar dhe qëllim plot i udhëheqjes së përgjegjësisë globale. Kryeministri Rama i shkruan presidentit Trump se Shqipëria si aleate e qëndrueshme e SBA-s dhe mirënjohëse për rolin parimor e vendimtar të SBA-s në momente kritike të historisë, është e gatshme të kontribuojë në këtë përpjekje. Në këtë frymë të qëndrueshme partneriteti, dëshiroj të ritheksoj se Republika e Shqipërisë qëndron me vendosmëri për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të gjitha përpjekjet për promovimin e paqes, sigurisë dhe angazhimit konstruktiv global. Kreu i qeverisë shqiptare e mbyll letrën për presidentin Trump me gatishmërinë për të kontribuar në suksesin e misionit të Bordit të Paqes dhe vlerësime për kreun e Shtëpisë së Bardhë.